Përshëndetje miq të FSHFTV, mirë se vini në shtëpinë e futbollit, ku si çdo javë diskutojmë të rejat më të fundit nga futbolli në vend. Kemi shumë gjëra për diskutuar për këtë javë, javën 23 ta Biznes Superiore, shortin e Nations League të kombëtares shqiptare dhe çështjet e tjera të diskutueshme. Kam kënaqësinë të kem sot të ftuar Viola Spiro, gazetare sportive, mirënjohur, kam qenë shumë herë ftuar tek ti, kam sot kënaqësinë të kem unë sot. Faleminderit për ftesën, sigurisht kënaqësia ime, është momenti të kthej dhe unë atë qokën siç i themi ne, por që realisht u push momenti dhe e mezi po e prisja në ftesën, kështu që erdha. Si të duket, duke që se ti ke punuar shumë vite në televizion, tani fakti që vetë Federata e Futbollit ka një televizion të vetin, në një hapësirë për të transmetuar ndeshje, për të bërë emisione etj. Që në momentin e parë që kam dëgjuar për idenë e krijimit të një televizioni të kombëtares, më ka pëlqyer dhe ka datuar prej shumë kohësh kjo ide dhe në momentin që u realizua, sigurisht është një shtesë për informacion, për një informacion më të shpejtë për cilët tifozëve, shikuesve për futbollin shqiptar dhe sigurisht kjo ndikon edhe më shumë për të afruar më shumë tifoz, për të rritur vëmendjen. Mua më intereson gjithashtu sepse ka më shumë materiale dhe më vinë në kohë më të shpejtë, kështu që për mua ka qenë një vendim shumë i mirë dhe erdhi në një kohë të dur dhe me arritjet, rezultate dhe të gjitha ngjarjet që përkojnë të gjitha së bashku. Patjetër, në fakt bashkëpunimi mediat vijon të jetë akoma po aq i mirë që kemi pasur gjithmonë. Zëvendës trajneri i kombëtares shqiptare të futbollit, Ervin Bulku, përshëndetje Bulku. Si ndihesh që je në shtëpinë tënde, po në këtë rast edhe një hapësirë televizive siç ke qenë dhe herë të tjera i ftuar duke analizuar ndeshje. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën, edhe unë si Viola është hera parë, pavarësisht se jam në shtëpinë time, por jam i ftuar në studion tuaj dhe mendoj që është një diçka shumë e mirë, e mrekullueshme të thoja, sepse në kohë rekord kanë mundësi të gjithë tifozat shqiptar që të marrin informacionet për gjithë lojtarët shqiptar, por edhe për kampionatin shqiptar, gjithçka që çfarë ndodh në futbollin shqiptar. Mendoj që është diçka që ka ardhur në momentin e duhur dhe në kohën e duhur, siç tha dhe Viola. Çdo gjë moderne, çdo gjë e kohës që ndihmon futbollin, besoj që është gjithmonë për mirë. Patjetër. Florian Riza si për herë në studion tonë. Përshëndetje Flori. Përshëndetje. Kënaqësi si gjithmonë. Ndërkohë, nesër do të hidhet shorti i Ligës së Kombeve, ku Shqipëria do të njohë dhe kundërshtarët për këtë kompeticion të rëndësishëm dhe ne do të kemi një lidhje direkte tani me drejtorin e departamentit të PR-it, i cili është së bashku me delegacionin shqiptar duke udhëtuar drejt Brukselit, ku do të zhvillohet edhe kongresi UEFA për të njëjtën kohë dhe shorti i UEFA Nations League nesër në orën 18. Kështu që përshëndetje Fation. Mundohemi të kapim disa minuta përpara se të niset, që të marrim ndonjë indicje përpara se të zbres delegacionin në Bruksel. Shëndetje, po ju më po thotem së bashku me sekretarin e përgjithshëm të Shtetërorë Media Shfut dhe Viktorit Binjo. Jemi aktualisht në udhëtim sipër për në Bruksel, ku po themi do të lidhet arka e futbollit Europë në dy ditë të ardhshme për të marrë rëndësishme për kongresin, por edhe për shortin e Nations League për edicionin e ri. Ndërkohë, presidenti Duka ndodhet sot aktualisht në Bruksel, ku gjithashtu do të zhvillohet edhe në mbledhja e Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s, pra do jenë dy ditë shumë të ngarkuara me një agjet të ndjeshur për futbollin evropian, për UEFA-n, por edhe për ekipet kombëtare sigurisht. Duke që se je afër dhe me trajnerin Silvinjo, si ndjehet atmosfera e këtij shorti. Jemi mësuar me disa shorte të rëndësishme që kemi marrë pjesë në fakt në muajt e fundit, si e përjetoni këtë moment? Po, sigurisht trajneri si gjithmonë është optimist përpara një shorti, qoftë përpara një ndeshje, qoftë përpara një turneu. Kemi parasysh që këtë herë Nations Liga, pra Liga e Kombeve vjen në edicion me një ndryshim në format. Pra do ketë 6 ndeshje, po pjesa më e madhe e tyre zhvillohen në muajin por do jetë një grumbullim i gjatë ndryshe nga herët e kaluara. Pra do jetë një grumbullim i kombëtares që mund të zgjasë deri në 2 javë gjys, kështu që është një specifik krejt tjetër, është një eksperiencë komplet e re që në cilën do punohet dhe do shikohet të është përgatitur sa më mirë këto ndeshje. Është një kompeticion i rëndësishëm sepse nëse Shqipëria arrin të kandidatohet në vendin e parë të grupit, sigurisht që kam si siguroj edhe një bilet play-off, pra është një plan do i mirë për të shkuar në Europianin e ardhshëm. Kështu që sigurisht që vëmendja dhe angazhimi do jetë maksimal për të bërë sa më mirë në këtë kompeticion.
Patjetër, dhe urojmë që të ktheheni të jo me një short të favorshëm. Sigurisht që nuk ka asnjëherë ekipe të lehta apo ekipe shumë të vështira, por që e rëndësishme është që të kemi përballje interesante dhe Shqipëria të ketë mundësinë që të marrë rezultate të mira. Po, që kemi parë edhe nga besede diskutoni edhe ju, nga vazot, por sigurisht që ka ekipe të forta në ligën C, por ne jemi pozicionuar në vazën e parë dhe kemi mundësi shumë mirë për pasur një short favorshëm që për të arritur të renditemi të parët në grup në përfundit të edicionit. Okej. Fatja, nuk po të mbaj shumë më tepër, sepse je duke u nisur në fakt për të udhëtuar drejt Brukselit. Të përshëndesim edhe Mr. Silvinjo dhe gjithë delegacionin dhe suksese edhe në kongres edhe më pas në short. Faleminderit dhe të përshëndesim gjithë ftuarit të shkuesit. Ishim me Fatjon Kodrën, drejtori i departamentit të PR-it në Federatën Shqiptare të Futbollit, ndërkohë siç e diskutuam, Liga e Kombeve do të njohë ndeshjet e rëndësishme që do të zhvillohen nga muaji shtator deri në muajin nëntor, ku edhe Shqipëria është e pozicionuar në vazën e parë së bashku me disa ekipe të tjera. Është një kompeticion i favorshëm për Shqipërinë, Bulku, si e shikon? Jo, mendoj që kompeticioni është i njëjtë për gjithë skuadrat. Ne ndodhemi në vazën C, në grupin C. Mendoj që jemi të detyruar ta fitojmë grupin, edhe objektivi jonë është që ta fitojmë grupin, sepse ne vim nga vaza B dhe për fatkeqësi ne zbritëm një vazë më poshtë, por mendoj që nuk është se kemi zhvilluar një kompeticion dhe nuk kemi zhvilluar ndeshje të këqija. Në grupin ku ishim vendosur për një gol, ne u ndam për një gol ku mund të ishim, për një gol ne mund të ishim play-off për të luajtur për të shkuar në vazën A, por fati nuk ishte me ne, në ndeshjen e fundit kundra Ukrainës, u mundëm 2-1 në shtëpinë tonë, por kjo vazo C është një vazo më Liga C është, domethënë, liga më e ulët se B-ja, po të shikosh skuadrat që ndodhen, por kur nuk ka skuadra të lehta, po të shikosh futbollin, gjithçka kur nuk mund thuash të lehtë, sepse mund thuash të lehtë letër, por në fushë pastaj ndryshon gjithçka. Por ne mendojmë që jemi dhe favorit sepse jemi në vazën 1 të Ligës C dhe mendojmë që duhet bëjmë pamundur për ta fituar këtë ligë edhe për të qenë pastaj në play-off dhe për të tentuar të marrim pjesë në Evropian, direkt nga National League. Viola, atje ke ndjekur kombëtarin dhe me ndeshje shumë të rëndësishme dhe të vështira, në fakt, siç janë kualifikuese qoftë të Europianit, qoftë të botrorit. Në këtë rast si e shikon Nations League, sepse në Nations League-ën e fundit kemi pasur në fakt përballje shumë të rëndësishme si ndaj Gjergjisë, ndaj Çekisë, ndaj Ukrainës, ndërkohë duket sikur janë ekipe ndoshta pak më të nivelit tonë ose ndoshta edhe me të cilat mund të marrim rezultate të mira. Realisht, jo kemi pasur vetëm përballje të rëndësishme, por aty ishte edhe momenti që kombëtari hapsoi një luhatje pas Europianit dhe ishte një test. Realisht është një kompeticion shumë i rëndësishëm dhe shumë trajnerë këtë e përdorin si test për lojtarë të rinj, për hapësira të reja, por po kthehet mbrapsht ky trend sepse po japin edhe më shumë rëndësi. Nuk po është më ai kompeticion që thjesht kombëtarët e vogla do të kenë këtë mundësi motivimin për një biletë euro botëror. Edhe kombëtarët më të mëdha sigurisht e marrin më me rëndësi, japin shumë sigurisht vëmendje dhe ndaj vështirësojnë gjërat. Kështu që kombëtarët besoj se këtë vit do të bëjnë ndryshe nga Nations League i kaluar, aty ku dhe vetë trajneri Silvinjo pati një moment që mund të arrinte të dorëzoj, por sigurisht gjërat ndryshuan edhe kthehemi pastaj me kualifikuesit e botërorit që aty pam një shkëlqim tjetër të kombëtarës. Është një kompeticion sa i rëndësishëm, i favorshëm, por dhe shumë i vështirë, kështu që përdorim atë shprehjen thik me dy presa, duhet të jepet maksimumi, aq më tepër për kombëtarët e nivelit që janë aty dhe ne që kemi një mundësi reale për ta kaluar. C-ja ishte një ram gabimisht mund ta them unë, duke mos e marrë shumë seriozisht, apo kishte ai tempi, ritmi i Europianit nuk u mbajt dot gjatë, kështu që nuk besoj se do të bëjnë të njëjta gabime në këtë. Aq më tepër varet se si do të shkojë te play-offi dhe se si mund të jetë kualifikuesi për botëror, kështu që pastaj do të kenë energji për Nations League. Dhe varet nga shorti. Patjetër. Riza, si e shikon ti? Do kthehemi se e di që do të krijoj polemika me Violën për këtë gjë. Riza, si e shikon një kompeticion të tillë? Atëherë në parim, ligat në Nations League ose ligat në ligat e kombeve krijohen nga ekipe që pavarësisht janë të parafërta me njëra tjetrën. Por ka raste që ti ke zbritur në këtë ligën C
nga një, le të themi, nga një fat i keq i shoqëruar në ndeshjet e fundit. Pra për njëjtën arsye këtu mund të ishte një ekip tjetër, ne mbeteshim në Ligën B. Por gjithashtu ka edhe brenda kësaj lige ku janë të gjithë ekipet përafërsisht të njëjta, pra i njëjti nivel, të barabarta midis tyre, ka edhe këtu një renditje. Fakti që jemi në vazon e parë të Ligës C, do të thotë që ne do jemi kok grupi. Kjo është, domethënë, arsyetimi i parë. E dyta, ne jemi ekipi për të mundur. E para, edhe pse jemi në Ligën C, jemi ekip i finaleve të kampionatit evropian të 2024-s, jemi ekip i cili do të luajë në play-offin, raundin e parë play-off për Kupën e Botës, por jemi dhe një ekip që përgjithsisht në këto liga, të kujtoj, nëse kemi marrë pjesë një herë tjetër në Ligën C, kemi dalë në vend të parë, nëse të kujtohet. Kështu në këtë aspekt, neve edhe nga aspekti teknik i ndeshjes, gjithmonë vështirësia vjen për shkak se ekipet në të cilat do luajmë do të jenë shumë të organizuara për të mos u mundur nga ne. Pra ne jemi ekipi i cili duhet të sfiduar. Kështu në këtë aspekt, ajo do të jetë e barabartë, po dhe ne kemi rëndësi shumë të madhe, rëndësi të veçantë sepse jemi nga ekipet më të mira të kësaj lige. Bulku, Viola thotë që pati një lloj luhatje kombëtarja gjatë Nations League, ndërkohë Riza thotë që pritshmërit janë që ne jemi kok grupi. A e do kjo stafin teknike dhe trajneri në një lloj presioni për të bërë maksimumin dhe më të mirën e mundshme në... Po flasim për dy ligat ndryshme. Për Ligën B, që diskutoi Viola, dhe për Ligën C që diskutoi Flori. Jam dakord me Florin tek Liga C që ne jemi kok grupi dhe ne jemi... Jam dakord me Florin. Dakord, unë kam mendim, jo mendim ndryshe, po realiteti thot këtë që do them unë. Jo se e them unë dhe është kështu si them unë, por realiteti e vërteton. Ne nuk jemi dorëzuar në asnjë moment në Ligën B. Ishim me 3 skuadra pjesëmarrëse në Evropian, siç ishim dhe ne. Ishim me një skuadër që shkoi në 1/8 e finaleve të Evropianit, që e mundi skuadra që u shpall kampione e Europës, që ishte Spanja, dhe asnjë nga këto kundërshtar nuk na ka mundur. E kemi mundur Ukrainën në ndeshjen e parë, na ka mundur në Tiranë. Kështu që jemi të barabartë. Kemi fituar në Gjeorgji 1-0, jemi mundur 0-1 dhe kemi barazuar në Çeki, që ne gjithë e kemi thënë dhe kemi pranuar që nuk ka qenë një ndeshje mirë për ne, ndeshja e parë në Çeki 2-0, dhe mendoj që kemi dhënë maksimumin, jemi e vetmja skuadër në Europë që kemi marrë 7 pikë dhe kemi zbritur nga liga. Realisht, është të ish kuptuar, dorëzimi i Silvinës nuk ka keq kuptim për ta sqaruar. Ishte për faktin e objektivave që kishte vendosur, apo ngopja që mund ta kishte aq maksimumin për të na çuar në Europian dhe mori një si ndoshta zhgënjim ose ulje vetbesimit për gjithë skuadrën. Realisht pa ndeshje që ja doli Shqipëria të dominonte lojën dhe të kthehej në moment fundit përsëri ta humbisnim. Nuk e kemi prekur topin as pak në disa ndeshje. Ishte një ndeshje që u mbyll pa prekje topi dhe pa goditje, më fal, drejt portës, kështu që ishte një zhgënjim që erdhi mbas ritmit apo shkëlqimit që pam gjatë Europianit ku ndeshëm me skuadrat më të mëdha dhe dorëzimi ishte për objektivat e të ardhmes, jo për momentin që më pas. Jo, jam dakord, por ne kemi humbur objektivin. Por që vjen gjithmonë mbas një kompeticioni që jepet gjithçka dhe jepet maksimumi, gjithmonë mund të ketë ullje të ritmit edhe. Mund të ndodhë. Sigurisht që të diskutojmë këto edhe pak më tej. Ndërkohë, siç e kemi traditë në emisionin tonë, her pas here ne zhvillojmë dhe lidhje direkte me lojtarët e kombëtarës shqiptare, të cilët edhe kanë performanca shumë të mira me klubin aktualisht dhe tashmë do të shkojmë në Turqi, ku do të lidhemi me Arlinda Jetin, mbrojtësi kombëtarës shqiptare, titullar pothuajse i përhershëm me kombëtaren, i cili fakt ku kaloi një moment shumë të mirë me ekipin e tij Bodrumspor, ku ka shënuar dhe 2 gola në ndeshjen e fundit dhe ka dhuruar një asis. Përshëndetje Arlind. Përshëndetje gjithëve. Faleminderit që pranove ftesën për të qenë në FSHF TV. Aktualisht je duke kaluar një moment të mirë me klubin, ke shënuar 2 gola në ndeshjen e fundit, jep gjithmonë kontributin, jep titullar pothuajse gjithmonë me skuadrën. Si po ndihesh, si është momenti jot futbollistik aktualisht? Është momenti i mirë, padyshim që pedëgjoj edhe vetën, apo mos i... Po, patjetër. Mund vazhdo të flasësh ndërkohë. Okej. Momenti i mirë, si që tha dhe ti, shënova 2 gola në ndeshjen e fundit, është momenti i lumtur për mua dhe për gjithë ekipën, sepse po afrohem vendet e para, cilët shkojnë në Super League, dhe gjithashtu është kënaqësi dhe që i kam 2 shqiptarë këtu në ekip, Omar Imeri dhe Talan Seferi, cilët e njeh në gjithë. Shpresojmë që të vazhdoj kështu.
Si duke qenë se jeni vetëm pak pik nga zona, po themi që mund të ofroj promovimin në Super League, si po ecin edhe objektivat e klubit, dhe në tjetër kohë ti ke qenë nga ata meritorët që e ke çuar dhe klubin së bashku edhe me golat e Taulant Seferit në fakt. Po ne besojmë që kemi mundësi të mira, fillum shumë mirë sezonën, pastaj kemi pas disa ndeshje që nuk na eci shumë mirë. Po tani prap jemi në moment të mirë dhe kemi akoma shumë ndeshje, dhe me thonë presum që ndodh në këtë ndeshje të ardhme. Në fakt, Taulant Seferi dhe bashkëletarit tjetër nuk janë të vetmit shqiptarë në Turqi, duket sikur është krijuar një lloj bande shqiptare në Turqi. Arlind, janë rikthyer lojtarë të tjerë si për shembull Rejmanaj me Sivasporin, Kristian Aslani, është Ernest Muçi. Si po të duket ky afrimi i futbollistëve shqiptar në kampionatin turk, duke qenë se ti je një mirë se ke disa vite që luan? Po unë besoj që kampionati turk është një kampionat që na përshtatet neve shqiptarë, sepse kemi edhe kulturën e ngjashme dhe ushqimin e ngjashme, kështu që na përshtatet neve shqiptarë, prandaj edhe kemi qeftë të vim këtu në Turqi. Ke pasur komunikim me lojtarët e tjerë, se e di që me Taulantin je vazhdimisht me të, edhe të shohim edhe në rrjetet sociale që postoni her pas here lojra të ndryshme, ndonjëherë fiton ti, ndonjëherë fiton Taulanti. Nuk e di kush është më i miri në këto lojrat jashtë futbollit, le të themi. Kemi mbaru nuk luaj më, sepse kemi pas probleme me kurriz, me gjëna, sepse të në kohën rishëm ullën dhe luqëm atë loj, po kemi qenë baras, do të thëmë kështu, sepse ndonjëherë fiton të ajtë, ndonjëherë unë, kështu që jemi në rregull. E kuptoj. Ndërkohë fokusohemi pak te kombëtarja. Shorti i play-offit për të shkuar drejt botrorit në përballë me skuadrën polake. Si shikon si kundërshtar Polonin? Kundërshtar shumë i vështirë, besoj që gjithë e dim që ka cilësi shumë të lartë në kombëtare dhe në sulm, në mbrojtje dhe çdo aspekt të lojës. Besoj që duhet të përgatitem shumë mirë për këtë ndeshje sepse është një finale. Ndërkohë, një tjetër finale na pret në rast fitore ndaj Polonisë, që mund të jetë ndërmjet çiftit Ukrainë-Suedi me një nga fituesit. Ke ndonjë ekip preferuar dhe si vlerëson këto dy skuadra? Se në fakt edhe me Suedin dhe me Ukrainën jemi ndeshur në 2 vitet e fundit, i njohim paksa si kundërshtar. Nuk kam preferencë. Unë besoj që të dyjat janë shumë të vështira. Sidoqoftë, ne kemi finalen e parë me Poloninë dhe ta kalojmë atë dhe pastaj ta shohim ndeshjen tjetër. Shorti në fakt na tregon që ne do të luajmë me transfert, qoftë ndeshjen e parë, qoftë ndeshjen e dytë në rast fitore ndaj Polonisë. A mendon që faktori psikologjik i faktit fushë që ne nuk luajmë praktikisht në fushën tonë mund të ndikojë tek skuadra, apo ne kemi krijuar atë lloj qëndrueshmërie që bëjmë mirë edhe në transfert? Unë besoj pa dyshim që do jetë një gjë më e vështirë, do jetë një disavantazh për ne, sepse të kesh tifozërinë mbrapa në stadionin tonë, në shtëpinë tonë, është diçka shumë më ndryshe se të luash jashtë vendit tonë. Po sidoqoftë, ne kemi treguar edhe më përpara që jemi një kombëtare që mund fiton dhe jashtë shtëpisë, dhe do dhojmë gjithçka për me kalu këtë round, edhe pse do luajmë të dy ndeshjet jashtë. Ndërkohë, duke u kthyer pas në kohë, duke qenë se jemi para shortit të Nations League, në momentin që goglat na treguan që ne do të ishim në një grup me Anglinë, me Letoninë, me Andorrën dhe me Serbinë, kishte menduar që Shqipëria do të arrinte në fazën play-off, të shkonte në vendin e dytë? Patjetër, që nga fillimi në gjithë lojtarët, jo vetëm unë, kemi besuar në këtë vendin e dytë. Domethënë Anglia e kishte thuajse vendin e sigurt, vendin e parë sigurt, sepse është një kombëtare me cilësi jashtë mase. Po vendin e dytë ishte mes ne dhe Serbia, dhe që ja dolëm ne me marrë vendin e dytë është diçka shumë e madhe, një arritje shumë e madhe, mendoj. Po gjatë fazës kualifikuese, a ka pasur ndonjë moment të vështirë që sigurisht ti, duke qenë një nga lojtarët titullar të përhershëm të kombëtares, mendon që ndoshta mund të kishim bërë më mirë, ose një moment i cili ka qenë pika e kthesës, le të themi një ndeshje specifike që na e ka siguruar atë shkuarje në play-off?
Unë besoj që kemi pas një rrugtim shumë të mirë, ndoshta ndonjë ndeshje kemi pas mundësi edhe me marrë 3 pikë dhe s'kemi arriti marrë 3 pikë, po ajo ndeshje që më dha shumë besim ishte ndeshja me Serbinë, edhe pse domethënë në Air Albania, edhe pse nuk arritëm të marrim 3 pikë, tregum një ndeshje shumë të mirë dhe e dishëm që në Serbi do jetë shumë e vështirë, po tregum karakter, tregum cilësi të lartë, tregum gjitha domethënë për me arrit këto 3 pikë dhe ja arritëm. Ndërkohë tashmë kemi një lloj pauze nga kombëtarja aktualisht, por a ke filluar të mendosh ose ke bërë diskutime edhe me bashkëlojtarët në lidhje me ndeshjen e marsit? Si është dinamika e grupit në përgjithësi? Ka besim te kombëtarja që mund të kemi një ndeshje të mirë? Besim ka 100%. Me të drejtën s'kemi biseduar shumë rreth kësaj gjëre, sepse jemi gjithë ngarkuar në për klube dhe në për ndeshje, gjitha gjëra private. Po unë kam shumë besim dhe besoj që jo vetëm unë, po gjithë lojtarët që janë pjesë e kombëtarës kanë besim për këtë ndeshje dhe duhet ta marrim seriozisht me domethënë përgatitje dhe me gjitha për t'ia arritur fitoren. Patjetër. Shumë faleminderit Arlind, unë të uroj shumë suksese me klubin. Na përshëndet edhe Taulant Seferi në këtë rast. Ja ku e kam këtu Taulant Seferi, vetëm pak. Taulant Seferi, një tjetër lojtar i kombëtarës shqiptare, që fakt na ka dhuruar shumë gola. Përshëndetje Taulant. Faleminderit që u bëre pjesë e kësaj interviste. Ju kemi parë vazhdimisht që të dy jeni bëheni shumë me njëri tjetrin. Ty të kemi diskutuar shumë herë në fakt në programin ton, duke qenë se dhuron gola vazhdimisht edhe ke performanca shumë të mira me klubin, kështu që urime edhe për këtë gjë. Mund të vendosësh kufjen tjetër, Taulant? Për shkak të mikrofonit. Po thoja faleminderit shumë për komplimentin edhe thash që shqyr që e kam edhe Arlindin këtu bashkë, sepse po kalojmë një kohë shumë të mirë. Edhe tani këta 3 ndeshjet e fundit kemi bërë rezultate të mira dhe shpresojmë që të vazhdojnë kështu. Shumë suksese dhe shpresojmë që t'ju shohim edhe në Super League, kur mund bashkoheni më pas edhe me lojtarë tjerë të kombëtarë, sepse jeni bërë dhe shumë shqiptarë në fakt në Turqi. Tashmë shqiptarët nga Serie A që shikonin vazhdimisht për klubet e preferuara, tashmë po shikojnë kampionatin turk sepse kemi shumë lojtarë të rëndësishëm të kombëtarës. Po, shpresojmë që edhe na jemi të punu fort edhe shpresojmë që në fund t'ja dalmi që të kthehemi prapë në Super League, sepse është një gjë shumë e bukur edhe për ne si futbollist, por edhe për klubin. Edhe sa i përket e lojtarëve tjerë, normalisht se Turqia tani ka përparuar shumë dhe është një kampionat shumë i fortë, edhe besoj që për këtë arsye edhe po vinë këtu. Para se të shkëputemi, Taulant, ke ndonjë ndjesi pozitive për sa i përket ndeshjes së play-offit, e mendon që Shqipëria mund të arrijë që të shkojë në botror? Po, padyshim që normalisht që unë kam po gjithmonë ndjesin pozitive dhe kam besim të skuadra shumë fort. Vetëm një peng të vogël e kam pas sepse shorti ra që të lozim jashtë Shqipërisë, vetëm kjo pak më mërziti, sepse po të kishmi lozë Shqipërisë, kisha thonë që kishte me qenë 100% e sigurt, po tani kam besim shumë të plotë edhe pozitive edhe shpresoj që t'ja dalim edhe t'jemi atje ku gjithë Shqiptaria donë që t'jemi. Patjetër, urojmë shumë që të ndodhë kështu. Shumë faleminderit Taulant, faleminderit Arlind Ajeti për intervistën e parë me FSHF TV. Ju uroj shumë suksese dhe besoj do dëgjohemi edhe në rastet e tjera dhe gjatë grumbullimit. Faleminderit të dyve. Faleminderit shumë, miropafshin, kalofshin mirë, të fala. Faleminderit. Ermi rikthyer në studio, kemi zhvilluar një intervistë shumë interesante në fakt me mbrojtësin e kombëtares shqiptare Arlind Ajeti. Kishim dhe një moment interesant që u bashkua edhe sulmuesi Taulant Seferi. Mbetemi tek legionarët Bulku, performanca shumë të mira të lojtarëve tanë, specifikisht Ajeti edhe Seferi me gola, me mendim të ekipit të tyre, i cili në fakt ka mundësi për të shkuar në Super League, nga ana tjetër dhe lojtarë të mirë që po bëjnë mirë. Si e shikon gjithë gjendjen aktuale të legionarëve momentalisht? Po të shikojmë gjendjen aktuale,
për momentin të gjithë lojtarët e ekipit kombëtar, po të fillojmë nga porta deri tek sulmi, po kalon një gjendje shumë të mirë, përveç dy mbrojtësave të krahut të djathtë që nuk po aktivizohen në skuadrën e tyre, si Hyse dhe Balliu, kanë probleme me skuadrat, që nuk po aktivizohen, jo se kanë probleme tjera jashtë aktivizimit, por Kumbulla rikthehet në bankinë një javë më përpara pas një problemi fizik që ka pasur. Vetëm mbrojtës tani po flas për gjithë aspektin, për gjithë repartin e mbrojtjes, është Ismaili që për momentin është i dëmtuar dhe shpresojmë që të rikthehet sa më shpejt në fuzë që të jetë i gatshëm për ndeshjet e marsit. Mario Mitaj tani lajm është shumë i mirë sepse po kalonte një periudhë ku skuadra po mundohej që të gjente një mundësi largimi sepse rregulli i kampionatit arab është që 8 lojtarët huaj mund të aktivizohen brenda një ndeshje, por për fat mirë ti u largua Benzema dhe Mitaj vazhdon të jetë titullar, siç ishte edhe më përpara. Ishte pak e çuditshme se po flisim për një lojtar shumë të rëndësishëm të ekipit ti, ku fitohen dhe titullin kampion dhe një ndrim trajneri, pastaj ishte një moment që i pa kuptueshëm, edhe vetë Mitaj nuk po e kuptonte çfarë po ndodhte, por shqyr Zotit që ka filluar të aktivizohet. Kishim probleme me Aslanin në Itali, në Torino, ku skuadra dëshironte që se është në formën e huazimit, dëshironte që lojtari gjente një skuadër tjetër, edhe i fal Zotit, edhe fal menaxhimit mirë të situatës, tani është pjesë e Beşiktaşit, kur llogaritet si një lojtar shumë i rëndësishëm i kësaj skuadre. Pjesa tjetër Rej Manaj ka ndruar skuadrën dhe mendoj që ka ndruar. Si mbret tek Sivaspori, aq shumë e donin, ka pasur një impakt shumë të madh te klubi i tij për sa kohë e mirëpritën shumë mirë edhe tifozët. Po, asgjë nuk është e rastishme, se nuk mund presin në atë mënyrë nëse ti nuk e dhën diçka të madhe, sepse po flasim për gólçënuesin më mirë një vit më përpara në Superligën e Turqisë, 24 gola, kështu që e meritonte atë pritje. Shpresojmë që gjithçka të shkojë mirë edhe për Rejin si individ, por edhe për skuadrën e tij që ti shikojmë siç thamë për Seferin dhe për Ajetin që të rikthehen në Superligën turke. Muçi po kalon në formë shumë të mirë. Bajrami është kthyer me skuadrën sepse ishte jashtë listës së ekipit, por trajneri i ri ka vendosur që ai të jetë pjesë e skuadrës dhe po merr minuta shumë më shumë se çmerte më përpara. Pjesa tjetër, Gjimshiti është një titullar i padiskutueshëm. Laçi po kalon një formë shumë të mirë në Turqi. Portierët i kemi le të themi të sigurta. Tomas Strakosha vazhdon me performanca shumë të mira me klubin e tij. Strakosha është në një formë të jashtëzakonshme. Shpresoj të gjithë lojtarët që po përmendim, shpresoj ta vazhdojnë të ta mbajnë këtë formë deri në ndeshjet e marsit dhe shpresoj mos kemi dëmtime ose mos harrojnë ndonjë lojtar pa përmendur, por të gjithë janë monitoruar në çdo ndeshje, në çdo problem që mund të kenë, në çdo, jo vetëm brenda futbollit, por edhe jashtë saj, se ne komunikojmë gjatë gjithë kohës me të gjithë lojtarët. Më shumë komunikojmë me ato lojtarë në momente kur ndodhen në momente të vështira, sepse ato që janë nëpër skuadra, shënojnë gola, janë në formë të mirë, nuk kemi pse ti shqetësojmë, pavarësisht se vetëm thjesht i urojmë, por shpresojmë dhe të vazhdojmë të rikuperojmë këto lojtarë që mund thashë kanë probleme me dëmtimet. Shpresojmë të kemi të gjithë gatshëm dhe trajneri pastaj të ketë mundësinë të zgjidhë më të mirat dhe të gjithë bashkë urojmë që të bëjmë një paraqitje dhe një ndeshje që duhet ta fitojmë, që të shkojmë në finale. Patjetër. Ndërkohë Riza mbetemi prapë tek lojtarët shqiptar në Turqi, Ernest Muçi. Mund të bëj një seri se për Muçin ti e di se unë vazhdoj dhe flas shumë. Shiko, është reduktuar me 30% rëndësia e faktorit fushë në futboll. Dhe sepse që ta shpjegojmë nga fillimi, faktori fushë është krijuar në momentin kur lojtarët e një qyteti luanin në fushën e tyre dhe pastaj shkonin në një qytet tjetër. Dhe kjo e bënte fushën shumë të fortë, shumë agresive. Por transferimet e lojtarëve ishin pothuajse të pamundura. Pra bëj fjalë për një ekip i cili ishte gjithmonë bashkë, luante në fushën e tij dhe këtë e shikonte si gjën më të rëndësishme në futboll. Ndërsa sot faktori fushë është reduktuar me 30% për nga rëndësia sa i përket lojtarëve të cilët luajnë për ekipe të ndryshme, kanë mundësira të transferohen në disa kampionate të ndryshme, kështu që ai nuk bëhet dot faktor fushë, le të themi. Ishte Kristian Aslani, ishte faktor fushë sepse ishte tek Interi, dhe e shikonte si ekipin e tij. Por pastaj u transferua tek Torino, aty nuk ke faktor fushë. Domethënë nuk bëhesh dot kaq i afër sa ta shikosh fushën si një
rëndësie të veçantë, pra faktor i rëndësishëm për fituar ndeshjen. Tani u transferua në Stamboll. Pra në këtë kompleks të gjithë lojtarët qarkullojnë, të gjithë ekipet marrin lojtarë nga e gjithë bota dhe është shumë e vështirë, pra kjo sipas mendimit tim e redukton rëndësinë e faktorit fush. Edhe për vetë polakët. Urojmë që kjo gjë të jetë në benefitin tonë, patjetër. Dhe ajo që është më kryesorja, se këto i thash. Dua të them që në faktorin fush në fakt është presioni psikologjik i cili të bën ty të luash përpara tifozëve tu, sepse duhet ti japësh atyre ato që ata kërkojnë. Dhe kjo mund të jetë një faktor frenues. Ndërsa përgjithësi, pastaj hiri që luan jashtë fushë, unë nuk them që duhet tuash jashtë fushë, por gjithsesi ka disa avantazhe që ato duhet i marrim në analizë. Ndërkohë Viola, meqense për Muçin nuk diskutoi Riza, si e ke parë si lojtari i cili në fakt vijon të shënoj gola, pothuajse në çdo ndeshje, është kthyer një lojtar shumë të rëndësishëm për Trabzonsporin. Nuk e di se sa shumë mund ta pyesim Vulkun për Muçin edhe shumë pjesë të stafit, pjesëmarrës të tjerë. Realisht është një lojtar që mund të thyejë rekordin e Icardi't për sa i përket, ose e ka barazuar për gola të shënuar, por duke qenë dhe vendimtar për skuadrën, se jo vetëm shënon gola, por gjithmonë janë ato gola që i kanë dhënë dhe fitore ekipit edhe në momentet fundit të ndeshjes. Unë mendoj se për të gjithë lojtarët tashmë ka filluar edhe numërimi mbrapsht dhe ndoshta lojtarët vazhdojnë të mos e ndjejnë atë presionin apo ndryshimin apo anktin, sepse janë në rutinën e tyre të lojës edhe kanë bërë dhe sakrifica për të patur minuta në këmbë, duke ulur pagat si Mana, që rikthehet në një kategori tjetër, më thënë nga ajo që po luante, dhe vetëm për të patur sa më shumë minuta në dispozicion për të qenë gati dhe për të qenë në formë. Stafi mendoj se ka presionin më të madh, duke qenë vazhdimisht në monitorim dhe duke shpresuar që mos ndodhi asnjë gjë deri në moment të fundit. Kështu që të gjithë lojtarët, tashmë furnizuesi më i madh i kombëtarës është Turqia, nga çau do na thonë Merhaba. Ndryshimi i lojës mendoj se është pak më i fortë si kampionat ose stil tjetër, edhe pse tha Ajeti se na përshtatet dhe Italia, mund të themi që ishim njësoj si nga ushqimi e kultura, si dhe anën tjetër të Turqisë i kemi afër, kështu që mendoj është një kampionat goxha ritmik, por duke qenë se luajnë në liga të ndryshme, kemi Muçin që luan në ligën Trabzonspori është në Superligë, pra në ligën kryesore, dhe sigurisht Aslani që kthehet në një ekip po që debutoi me karton të kuq. Gjithsesi, mendoj se kemi një formë të mirë të lojtarëve shqiptar, gjithçka do të varet në moment të fundit, ata janë përgatitur për të patur dhe mbajtur presionin dhe për ndeshje në transfert, siç dhe Flori përmendi tashmë, faktori fush nuk është më aq favorizues sa më përpara, duke qenë se janë gjithmonë emigrantë në për skuadra të ndryshme, do të marrin me vete vetëm individualitetin e tyre, vetëm fuqitë e tyre, kështu që gjithçka do të mbetet për të parë në javën e fundit, në moment që do t'i keni në dispozicion dhe në fushë. Deri tani unë mendoj se kanë bërë mirë, duke patur dhe sakrificat që përmenda dhe i kemi në formë. Patjetër. Me gola dhe me minuta. Patjetër. E mbyllim këto diskutime për legionarët, do të ndjekim një hapësirë të shkurtër publicitare dhe të rikthehemi të flasim për javën 23 Biznes Superiore. Jemi rikthyer në studio. Java 23 e Biznes Superiore ka prodhuar rezultate interesante dhe në fakt e ka bërë akoma dhe më interesante edhe luftën për titull, por edhe për mbjetesë nga ana tjetër. Ndërkohë ndjekim edhe tabelën e klasifikimit aktualisht a Biznes Superiore. Vllaznia qëndron në vendin e parë, ndërkohë rezultatet e ndeshjeve janë Vllaznia dhe Dvora 1-0, Bylis Partizani 1-2, Elbasani me Teutën 2-1 me përmbysje, Flamurtari Egnatia 0-1 dhe Tirana Dinamo City u ndalën në një barazim. Aktualisht Bulku si e shikon paraqitjet e ekipeve në Biznes Superiore deri më tani? Është fitoria 6 radhazi për Vllaznin në kampionat. Po tani e teta po ta mbledhin bashkë me Vllaznia është një histori e jashtëzakonshme, sepse mendoj që Vllaznia ka kaluar atë ngërçin që pati, që po e kalojnë gjithë skuadrat nga pak, por më e rëndësishme është ajo që e kalon sa më shpejt, që të marrë sa më shumë pikë që të jetë në krye. Mendoj që Vllaznia po bën një kampionat shumë mirë, do të thojë një kampionat jashtëzakonshëm, duke parë paktën ndeshjet e 2026-s, është një skuadër që bashkë me ndeshjet e kupës janë 8 fitore radhazi, dhe nuk është pak për një skuadër që të fitojë 6 ndeshje kampionat, 2 ndeshje kupe, dhe jo më kot është e para në renditje dhe është larguar 11 pikë nga e 4 skuadra që është Dinamo, dhe po
po t'i marrim në këto momente këtë lloj diferencë pikësh, po dihen në fundin e kampionatit këtë lloj diferencë pikë nuk i intereson sepse çfarëdo që të ndodhte pastaj, Vllaznia ose Ignatia që janë në pikë barbate do shpallte njëra nga këto dyja do shpallte kampioni. Me çfarë do lloj rezultati të kishin? Sigurisht me formulën e re gjithçka ka ndryshuar duke balancuar kampionatin për faktin se diferencat janë shumë të vogla mes ekipeve, të paktën të kreut 4 ekipet, të paktën 2 të 3 ekipet, e katërta gjithmonë është që një këmbë këtu, një këmbë atje mund të luftojmë me skuadrat e mesit të tabelës. Megjithatë unë shikoj më cinike Vllaznin se më përpara duke e kaluar edhe mungesën e stabilitetit që kishte në fillim të sezonit edhe ishte shumë e varur nga bala i përsa i përket golave, tani duket se po shënojnë edhe pjesë tjetër e lojtarëve, siç në ndeshjen e fundit me Kastratin. Ndaj është më cinike, rezultatet janë më minimale, por gjithsesi kjo e bën më cinike duke qenë se ka rëndësi për ta vetëm të marrin pikët. Ndoshta s'është ajo loja super e bukur që kërkon tifozeria shkodrane, por në fund ata janë drejt objektivit të titullit, të rikthehet titulli dhe mendoj se këtë vit janë më pranë se kur. Gjithsesi me formatin them që deri në fund nuk ju duhet shumë shkëputja në pikë nëse nuk ruajnë të njëjtin stabilitet dhe me organikën e kanë të mundur, kështu që mendoj se do të jenë të favorizuar deri në fund, nëse e ruajnë edhe përqendrimin pasi në fund pastaj kanë finalet dhe me ndryshimin e këtij sezoni. Për mua nuk është më as befasi Elbasani, sepse 2 vitet dhe në sezonit ka treguar një skuadër që do të luftonte për të qëndruar në majat e Superligës, jo më për mezin e tabelës dhe jo më vetëm për të qëndruar në maja, por tashmë duket se është dhe në garë për titullin kampion, kështu që gara është shumë e hapur, me këto diferencat shumë të vogla, me skuadrat që për hir të vërtetës nuk më pëlqen as pak të flas për Tiranën për një rënje të mundshme këtë sezon, sepse gjithmonë shkojmë që do bjeri, por që të paktën kryesimi nuk ka diferenca përveç se shoh vetëm Vllaznin më të shkëputur dhe më të predispozuar për të fituar titullin. Ndërkohë Riza, një ndeshje shumë interesante Elbasani Teuta, fiton Elbasani në përmbysje, tregon forcë karakteri, sa e rëndësishme është një rezultat i tillë. Në aspektin e ekipit padyshim, nëse një ekip rritet shumë, rritet edhe nga fakti që arrin të kthejë një ndeshje nga dizavantazhi në avantazh. Sepse shumë vështirë psikologjikisht, pjesë e mirë lojtarëve, nuk jo se të gjithë, por ndoshta një pjesë e mirë lojtarëve bien në aspektin psikologjik pas pësimit të golit. Dhe duhet shumë karakter që të rimarrësh veten dhe pastaj të shkosh drejt barazimit ndeshjes dhe pastaj për më shumë ta fitosh. Më pëlqeu java për një fakt tjetër, për faktin që u shënuan shumë më tepër gole se sa ajo një javë më parë. Çka do thotë që tani tash duhet të rimendojmë edhe një herë lojën sulmuese. Unë mendoj që duke bërë lojë sulmuese ne do të afrojmë tifozët e stadium, do të afrojmë spektakël në ndeshje, do të jetë kampionati shumë më të rejs dhe do të afrojmë edhe sponsorë të tjerë të kampionatit. Gjithashtu do të thoya që po të shikosh highlightset, edhe një herë vëmendja tek imazhi. Pra imazhi i kampionatit është shumë herë më i mirë se i kampionatëve të shkuara. Pra kur shikon të gjitha ndeshjet një pas një. Kam parë në të gjitha ndeshjet ka pasur raste për shënuar, ka pasur agresivitet nga të dy ekipet. Për shembull, nëse marrim analizë ndeshjen që ju më pyetët, Teuta u shfaq shumë herë përpara raportës së Elbasanit. Shënoje e para, por nga aq shumë raste duhet ishte më e vëmendshme për të shënuar rregullat e tjera. Nuk e di se çfarë ndodh, sepse kjo është çështje fati, në kohë që nëse një ekip arrin, siç e thash, që të ketë karakter, pra të durojë presionin e psimit golit në fushën e tij, do të kesh karakter, i ka këta lojtarë dhe pastaj për më tepër pastaj të barazojë dhe ta çoj avantazhin në 2-1. Për mua java duket gjithmonë pozitive, sa më shumë gole të shënon, sa më shumë aksione sulmuese të ketë dhe raste për shënim, sepse futbolli kryesisht është një lojë rastesh, jo golash. Pra krijon shumë më tepër raste se sa gola, apo jo. Kështu që nga rastet do kalojmë te golat. Ndërkohë, kampionat e fuqi Egnatia rikthehet tek rezultatet pozitive. Bulku si e shikon Egnatia mori një fitore ndaj Flamurtarit 1-0, një rikthim pas 4 ndeshjes, që në fakt nuk merrte një fitore, si e shikon aktualisht? Po, e shikoj Egnatia duke parë edhe lëvizjet që ka pasur Egnatia në dalje dhe në hyrje.
nuk është e lehtë që të gjesh ekuilibra që ka pasur më përpara, se ka pasur edhe lojtarë më cilësor. Lojtarët cilësor janë larguar nga Ignatia dhe pruret që janë duan kohën e vet për të stabilizuar me pjesën tjetër skuadrës dhe për të krijuar dhe për të kuptuar idetë dhe filozofinë që ka trajneri Ignatias, por nuk është ajo Ignatia që ne ishim mësuar të dominonte kampionatin, të fitonte çdo nga java në javë. Tani ka pasur si Dinamo, si Ignatia, janë dy skuadra, por është vërtetës dy skuadra që janë shpenzuar shumë para, por mendoj që Dinamo edhe Ignatia janë dy skuadra që kanë pasur shumë largime dhe afrime dhe mendoj që kjo do kohën e vet dhe prandaj ndoshta vinë edhe këto rezultate jo të mira nga pritshmëritë që mund të kenë drejtuesit dhe trajnerët e të dy skuadrave përkatëse, por Dinamo ka pasur edhe diçka që ka pasur shumë lojtarë të dëmtuar. Sepse po të shikosh Dinamon edhe Ignatia në asnjë moment nuk i ka pasur të gjithë lojtarët në dispozicion për të dhënë ose për të dy trajnerët për të bërë ato që mendojnë dhe për zhvilluar atë lloj lojësh që ato mendojnë ose punojnë gjatë javës, sepse nuk është e lehtë për një trajner që nuk e ka në asnjë moment të gjithë skuadrën në dispozicion për të marrë ato që pritet. Patjetër, mbetemi në fakt tek një derbi tjetër i kryeqytetit i rëndësishëm, Tirana dhe Dinamo City, që janë ndalur në një barazim. Viola, meqense e nisëm pak më parë diskutimin lidhje me Tiranën, edhe pse me 10 lojtarë Dinamo City arrin të mbajë baraspeshën e ndeshjes, si e pe këtë ndeshje? Mirë, aty duket pastaj edhe rëndësia që mund të japi trajneri. Daja ka gjithmonë të implementuar filozofinë dhe sigurisht Dinamo mund të bëjë diferenca përballë Tiranës së këtij sezoni. Me 10 lojtarë ka ruajtur presionin, por prisja nga Dinamo sigurisht më shumë, edhe pse më vjen mirë që Tirana në ndeshjet e fundit ka treguar më shumë. Është një nga ekipet që ka pasur më shumë lëvizje për sa i përket lojtarëve, por sigurisht më shumë të afruar dhe këto kanë ndryshuar dhe dinamikën apo organikën e kanë bërë dhe diferencën. Kështu që ja ka dalë të ketë dhe fitore në kampionat, dashta java 24 mund të buzëqeshi me derbi Tiranës. Kjo foli për Tiranën, kjo ndeshje, kështu që Dinamo prisja më shumë, por është një skuadër që ka patur dhe polemika me kryesueset, një skuadër që vërtet gjithmonë jep maksimumin për që do të bëj spektakël dhe nuk e di çfarë ndodhi me Dinamon. Vazhdoj të besoj që me trajnerin Daja dhe me mënyrën e organizimit dhe skuadrën që ka në përbërje do ja dalim për të qëndruar të paktën deri në 4 skuadrat dhe për ta blinduar vendin e tij për në finalet e kampionatit. Ndërkohë fokusohemi te ekipi tjetër i kryeqytetit, Partizani, i cili në fakt ka fituar prapë me përmbysje Riza ndaj Bylisit, një tjetër fitore me përmbysje, ndeshje emocionuese. Nga ana tjetër dhe Partizani ndodhet përpara edhe derbit të rëndësishëm të kryeqytetit në fundjavë. Si e shikon aktualisht Partizanin? Të dyja ekipet ndodhen përpara derbit. Pra Tirana sapo la nga derbit e kryeqytetit do vazhdoj me derbin e Partizanit, po ashtu dhe Partizani. Jo, kur për 30 minuta ka derbin tjetër. Derbin tjetër, kështu që domethënë ky kampionat i ndërthurur dhe me kupën detyrimisht do prodhoj shumë ndeshje derbi për shkak se të tre ekipet e kryeqytetit janë aktive edhe në kupë dhe në kampionat. Për sa i përket Partizanin, besoj që e meritoi fitoren, edhe pse Bylisi është një ekip i fortë që luan futboll agresiv dhe është e vështirë që të fitosh në fushën e tij, gjithsesi arrit ta mposhtë. Ndoshta edhe për faktin që ka disnivel midis dy ekipeve dhe mendoj që Bylisi ndoshta nuk arriti të ruajë ritmin e Partizanit. Ndoshta në fillim kur shikoj golat, kuptoj që ajo gjëja më e thjeshtë në futboll, pra largimi i topit nga zona e vogël e rrepsisë, brenda zonës së rrepsisë, pra e portierit, është një detyrë kryesore. Sa më lart, vetëm jashtë vija dhe kufizuesit fushës. Nëse nuk jeni në gjendje ta bësh të detyrimisht që aq afër çdo lloj karamboli, çdo lloj mbetje topi atë mund të përfitojë kundërshtari për të çnuar golin e fitores. Po mbetemi për skarancë edhe lart edhe larg. Mbetemi përsëri tek Partizani, që në fakt ka festuar 80 vjetorin e krijimit të klubit, ku në fakt në një ceremoni shumë të bukur ka marrë pjesë edhe presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka, po ashtu antar të Komitetit Ekzekutiv, shefi i garave Marius Sulejmani. Gjithashtu edhe nga diskutimi dhe nga fjalimi i presidentit Duka u përmend edhe një lajm shumë i rëndësishëm, që në fakt investimet në infrastrukturë që kanë pasur edhe me asistimin patjetër të Federatës Shqiptare të Futbollit ndaj klubit të Partizanit, arena
Demave do të jetë një nga stadiumet që do të mirëpres edhe ndeshjet e kampionatit të 21 vjeçarëve në vitin 2027. Bulku, ti e ndeshur me Partizanin si ish lojtari i Tiranës, është një moment i rëndësishëm për Partizanin për sa i përket përvjetorit në këtë rast, një moment i rëndësishëm edhe për aspektin infrastrukturor, sepse janë bërë investime të rëndësishme që pas 2 vitesh, pas një viti ne do ta kemi edhe një nga stadiumet ku do të luhen ndeshjet e kampionatit për 21 vjeçarët. Mendoj që ne mund ta urojmë për Partizanin për 80 vjetorin, por dhuratë më të bukur se ti dhurosh një stadium tillë që do presi dhe ndeshjet evropiane, nuk mendoj se do kishte një dhuratë më të bukur për 80 vjetorin e Partizanit nga ana e Federatës Shqiptare të Futbollit, bashkëpunim gjithmonë edhe me klubin e Partizanit. Nuk di çfarë them më shumë, sepse thash Partizani është një nga skuadrat që ka bërë histori në kampionatin shqiptar, si Tirana, Vllaznia, Partizani dhe Dinamo, janë 4 skuadrat që kanë bërë historinë, dhe kështu që i urojmë gjithë mirat, i urojmë Partizanit që ketë sa më shumë sukses si në kampionat, por edhe në kupat evropiane, nëse do arrit marrë pjesë në këtë sezon. Patjetër. Ndërkohë, një tjetër klub legjendar shqiptar feston përvjetorin këtë fundjavë, është pikërisht Vllaznia, që në fakt ka bërë edhe disa thirrje edhe në rrjetet sociale për pjesëmarrjet e tifozëve, do jetë një atmosferë e bukur dhe Riza, do jetë një ndeshje shumë e bukur në fakt sepse është Vllaznia Elbasani, janë 2 vendet e para të renditjes, si e shikon dhe në të njëjtën kohë edhe një moment i rëndësishëm për të festuar, është motivim ekstra kjo edhe për lojtarët? Tani, e para që ndeshjet janë spektakolare, këtë nuk e diskutoj fare, se e shikoj shumë mirë lojën sulmuese të Vllaznisë apo traditën e Vllaznisë e cila vazhdon, për sa i përket lojës sulmuese dhe fine. Ndërkohë që edhe Elbasani është ngritur shumë. Nëse për Elbasanin përpara disa javësh, ndoshta 10 javësh tonim që i ka marrë pikët e plota, por nuk ka qenë në lojën e tij maksimale, tashmë loja e tij sulmuese ka ardhur dhe mendoj që është edhe me lojë një konkurrent ose kandidat kryesor për të fituar kampionatin. Fakti që ka festime për 107 vjetorin klubit më të hershëm. Unë i them të hershëm. Okej, çështje konotacioni. Okej, se nuk më duket i vjetër, më duket i hershëm. Them që do jetë një arsye më shumë që të gjithë, domethënë një nga stadiumet që mbushet më shumë me njerëz, që ka më shumë tifozëri në shkallë dhe saj është Loro Boriçi. Por fakti që do festojnë në atë ditë me ndeshjen me Elbasanin, ndoshta ky do të jetë një argument më shumë që i gjithë stadiumi të jetë plot dhe të shijojmë një ndeshje fantastike me rastin e Po flasim për një qytet që e dashuron futbollin. Jo vetëm futbollin, për thënë vërtetën se kur kam qenë në stadium, e kam parë pistën. E kam parë pistën, jo, e kisha thonë doja të thoja me të gjithë llojet e sportit. Okej. Dhe kam parë pistën me 10 atletë që bënin servitje. Kam qenë dhe unë duke bërë intervista dhe gjithmonë e ndjekin. Më thënë Loro Boriçi është plot edhe pjesë të tjera të sportit, pastaj sigurisht të arshit. Kështu që ngelemi te sporti, por që mbushet. Është një qendër shumë e rëndësishme për futbollin. Unë do flisja për futbollin sepse është një qytet që po e them dhe e dashuron, jashtëzakonisht futbollin, ka dalë yje të jashtëzakonshme nga ky qytet, si për ish lojtar të ekipit kombëtar. Është një qytet që kur ti shkon atje luan dhe fiton, është një qytet që duar troket, që rrallë mund ndodhi në qytet tjetër. Prandaj them që i urojmë festën dhe është ndoshta viti që duhet ta kurrizojnë këtë vit, sepse ishin shumë pranë një vit më përpara, nuk arritën, por mendoj që tani janë plotësuar dhe janë bashkuar shumë komponent për të arritur tek objektivi që ka klubi, sepse Viola tha pak më përpara që ka shumë lojtarë, por lojtarë që kanë eksperiencë, lojtarë që kanë fituar titull, lojtarë që po bëjnë shumë mirë, janë ndërthurur shumë mirë me njëri tjetrin dhe jo më kot janë, jo rastisht janë vendin e parë. Dhe kanë dhe një trajner që do ta thoja që një shumë mirë skuadrën dhe qytetin, dhe një trajner që një ambientin, një qytetin, një dhe skuadrën, din dhe mentalitetin që ka i qytet, se si kërkon të luhet futbolli atje, mendoj që janë të gjithë komponentët bashkë që po bëjnë këtë ecuri që ka Vllaznia. Thirrje kam unë për të gjithë trajnerët që do të jenë pjesëmarrës në Final Four, të studiojnë me vëmendje se si luhet ndeshjet e një grupi me 4 ekipe, sepse jemi në një rregullore komplet tjetër. Pra do luash midis tyre brenda një periudhe të shkurtër,
dhe duhet dalësh kampion. Pra nuk është më në rregulloren e vjetshme ku shortoheshin i pari me të dytin kundër të tretit dhe të katërt. Shpresojmë që diferencat të jenë këto që po dakord, po ama formula është, domethënë rregulloria është ndryshe dhe kështu që duhet një ekspertizë më vete për ta kuptuar se si do funksionojë si duhet sillesh brenda një mini kampionati në Final Four. Patjetër. Një ndeshje tjetër emocionues na pret ditën e diel në Errol Benja, ku do të luhet edhe derbi i kryeqytetit Partizani Tirana. Do të ndjekim një kronikë të përgatitur nga kolegu Renaldo Sinani se si vijnë këto ekipe në derbin e të dielës. E ndjekim dhe rikthehemi në studio. Dita e diel sjell për tifozët dhe futbolldashësit e Shqipërisë derbin e kryeqytetit Partizani Tirana. Mbi 80 vite rivalitet dhe përballje të forta e bën këtë ndeshje një nga sfidat më të mëdha të futbollit shqiptar. Të dielën në stadiumin Errol Benja nga ora 19:30 të kuq dhe bardheblut zbresin në fushë për një tjetër kapitull të këtij rivaliteti historik. Kjo është hera e tretë që dy skuadrat përballen këtë sezon. Dy takimet e mëparshme prolluan 5 gola, spektakël dhe emocione të forta. Tirana fitoi ndeshjen e parë 3-0, ndërsa Partizani triumfoi në përballjen e dytë 2-0. Pavarësisht pozicioneve në renditje, derbi vjen në një moment pozitiv për të dy ekipet. Partizani u rikthyet te fitoria në ndeshjen e fundit dhe është vetëm 5 pikë larg vendit të katërt, që mbahen nga Dinamo, ndërsa Tirana vazhdon serin pozitive, pa humbje në 8 ndeshjet e fundit, duke u larguar nga fundi i tabelës. Një derbi që nuk duhet humbur, me emocione, rivalitet dhe atmosferë të zjarrt, pritet të luhet të dielën në Errol Benja. Biletat e ndeshjes Partizani Tirana janë në shitje online përmes platformës të Ticket dhe në pikën fizike pranë stadiumit Selman Stermasi. Kemi ndjekur një kronik në lidhje me statistika dhe se si vijnë të dy ekipet fakt në derbin e kryeqytetit. Ju të dy keni përjetuar emocionin që t'jep të luash në një derbi. Çfarë kujtimesh ke dhe se si e shikon derbin sot? Mendoj që Flori ka përjetuar nga të dy anët. Nga të dy anët, kështu që unë mund të flas vetëm për anën e përjetimit nga Tirana. Mendoj që është ndeshja më e madhe e kampionatit shqiptar, është një vitrinë për kampionatin shqiptar, se gjithmonë ka treguar që stadiumi mbushet plot e për plot, është një emocion, ka ndryshuar shumë, sepse ka shumë lojtarë, se më përpara ishin lojtarët e Tiranës që luanin gjithmonë me Tiranën, nuk shkonin tek Partizani, tani bën shkëmbime, bën afrime, ka lojtarë të huaj, por mendoj që është një ndeshje e jashtëzakonshme, është një ndeshje që duhet fituar, jo duhet luajtur mirë apo bukur, por duhet fituar. Se nëse nuk e fiton, pastaj është e vështirë që dalësh edhe në qytet. Riza, ti që i ke përjetuar nga të dyja kahet, si e analizon? 39 vjet më përpara kam luajtur në ndeshjen e parë ndaj Partizanit. Dhe mendoj që Hershëm pra, jo i vjetër. Si thash? Shumë mirë pra, prandaj do të shkon për shtat i hershëm. Se i vjetër do binte pak keq. Po pra. Dhe e kujtoj shumë mirë se sa rëndësi ka ndeshja derbi për të dyja ekipet. Kështu që unë kam luajtur disa herë, por më shumë kanë komentuar derbit. Paktën në këto 15 vitet e fundit kam qenë koment vazhdimisht në ndeshjet derbi dhe emocioni që përcjell edhe si komentator është i jashtëzakonshëm. Tani nuk ka kënaqësi më të madhe se të ndodhesh në një stadium përballë një pamje spektakolare të tifozëve dhe një ndeshje që ka emocion që nga fillimi i nxemës deri në fund kur dalin lojtarët jashtë stadiumit. Është ndeshja në Shqipëri e cila prodhon më shumë para se çdo ndeshje tjetër, pra edhe në aspektin financiar ka të ardhura për klubet. Ndoshta edhe vetë klubet një pjesë të mirë të shpenzimeve të tyre i parashikojnë edhe nëpërmjet parave që ata hipotetikisht mendojnë që do fitojnë nga derbi dhe mendoj që në këtë ritëm duhet të jenë të gjitha skuadrat që janë derbi. Pra gjithandej do ta kemi këtë. Ndeshjen e radhës e shikoj si në aspektin e kujt i duhet më shumë ndeshja, besoj që Tiranës i duhet më shumë se ndodhet pozicione më poshtë dhe ajo do të jetë si thuash ekipi që të paktën çdo dalë
e mundur nga ndeshja. Duke mbetur tek tifozët, Riza, sepse është shumë e rëndësishme dhe pjesëmarrja e tifozëve në stadiume, se e kemi përmendur. Ju si ish lojtar, si e vlerësoni sa e rëndësishme është që tifozët të jenë në fakt në shkallat e Albanias të dielën për të mbështetur ekipin? Siç edhe e komentuam më parë për ekipin kombëtar, nëse do isha i hershmi tradicional i viteve 80, 60 dhe 7 kur kanë luajtur për herë të parë, detyrimisht që do doja që i gjithë stadiumit ishte me tifozat e ekipit në cilën luaj, me Tiranën. Por edhe këtu kanë ndryshuar kohët. E rëndësishme është që ti të kesh atë tifozin në stadium edhe për një fakt vetëm që është jo lojtari 12, por është personi kritikuesi më i madh i veprimeve të tua. Pra ti luan që mos korritesh, le të them, në këtë aspekt përpara tifozëve. Pra duhet të jesh shumë i mirë, sepse përpara gjithë këtyre njerëzve duhet të japësh maksimum pra të performosh ashtu siç duhet, nuk të lejon gabimet. Nëse nuk ka tifoz, mund të flas edhe unë për tifozët. Kam qenë pranisht me momentin kur Tirana ishte e dënuar, fanzoni isha mes tifozëve dhe realisht ka ndryshuar jo rëndësia as vëmendja apo pjesëmarrja, sigurisht mund të ketë luhatje her pas here, por përsëri ka ndryshuar se si e përjetojnë tifozët. Ndoshta për faktin se lojtarët ndryshojnë shpesh, nuk janë më ata lojtarë që mund të ndjenin edhe presionin e fanellës dhe të historisë, por gjithsesi prap aty për sa i përket derbit dhe në një stadium që është fantastik si Air Albania, është e sigurt që mbushet, këtu që jemi afër, da unë isha mes ndeshjes Elbasani Vllaznia, po jam Tiranë, do ndjek derbin. Për sa i përket tifozëve, kam qenë në një moment kur Tirana u dënua në 2015 pa tifozë dhe kam qenë brenda stadiumit të Selmanit dhe kanë vendosur vetë të Tiranës lede shumë të mëdhenj dhe momenti që tifozët po e përjetonin, sigurisht duke parë në televizor dhe ishin po ashtu, jo agresiv, po shumë ekspresiv, imagjino se si përjetojnë ata në stadium. Do të thënë përjetimi i tifozit mund të jetë shumë herë më i lartë se vetë lojtarit në ato momente, sa kanë pësuar edhe goditje, po nejse. Gjithsesi, mendoj se është një vitrinë, është vitrina kryesore e futbollit shqiptar, Superligës dhe aq më tepër e qytetit, e kryeqytetit, të skuadrave të kryeqytetit. Do duhet të rikthehej edhe rëndësia e derbit Dinamo, të ketë mundësi të jetë diskutim që është vitrinë, siç e thamë gjithë, por mendoj që ndeshjet dhe futbolli luhet për tifozët. Nëse ka lojtar, unë personalisht gjithmonë performancat më të mira i bëja kur stadiumi ishte i mbushur plot. Por ka dhe futbollistë tjerë që kanë presion nga tifozët, por unë mendoj që gjëja më e bukur që duhet të ketë një derbi ose një ndeshje futbolli, stadiumi duhet të jetë. Dhe ky stadium të ofron mundësi të jashtëzakonshme. Unë kam parë derbet e mbushura edhe 22.000. Unë mos harrojmë kur ishin të dy skuadrat që pretendonin të fitonin titullin, dhe mendoj që një ecuri e mirë të dyja skuadrave të bën që edhe stadiumi të jetë i mbushur plot e për plot, sepse për hir të vërtetë të dy tifozërit duan që skuadrat janë mësuar të shikojnë gjithmonë në krye të tabelës, edhe janë mësuar gjithmonë të fitojnë titull si Tirana dhe Partizani, por mendoj që në këtë stadium, në këtë atmosferë dhe gjithmonë ndeshjet bëhen të bukura kur kushtet infrastruktura të ofron, por edhe stadiumi është mbushur me tifozë. Ata duhet të dhurojnë spektakël, të zhvishen, domethënë në moment që është objektivi për Tiranën për të qëndruar dhe mbijetuar, por përsëri ato zhvishen në këtë moment nga objektivet. Është vetëm presion moral, prestigj kaq dhe për tifozët, pastaj vazhdimi i kampionatit, më mirë Tirana të ketë përballje direkte me skuadra si Bylisi dhe ja doli me ato, po jo me Partizanin të paktën të jetë vetëm spektakël, se është 22.000 dhe pastaj s'ka gole. Prandaj edhe ne themi, po flisnim shpara për Vllaznin, që është një skuadër që kur shkon Tirana, shkon Partizani, Dinamo, zhvillohen ndeshje shumë bukura. Pse? Këtë të ofron ambienti, infrastruktura, stadiumi dhe tifozat që janë në stadium, se pa tifoza besoj që nuk ka kuptim futbolli. Sigurisht, dhe besoj që gjithsesi një ndeshje fantastike do të jetë në Albania ditën e diel, ndërkohë që do të ndjekim një gol fantastik të shënuar nga ekipet e moshave, është pikërisht U19-a e Vllaznis, një gol shumë i bukur i shënuar nga një lojtar. Shikojmë dhe komentojmë pak ndërkohë Bulku. Sigurisht që kjo tregon edhe rëndësinë që i jepet, edhe atë impaktin që ka pasur edhe FSHFTV, duke qenë se arrin të transmetojë ndeshjet të moshave, janë lojtarë të cilët në një të ardhme mund të jenë edhe shumë të mirë, furnizues të mirë të ekipeve dhe të abisë superiore, Bulku, po ashtu pse jo sigurisht në raste të tjera edhe të kombëtarëve. Por që një gol shumë i bukur, ekzekutuar shumë bukur nga lojtari i Vllaznis. Ne diskutojmë çdo javë ka gola, nuk po them të tillë, por ka gola shumë bukur sepse ka shumë kampionate vetëm pas moshës. 10 sekondash lojë.
Nuk mendoj se kjo do të thotë. Ka kaluar Bajrami, okay, se kanë kaluar Bajramit. Mendoj që kampionatet e moshave kanë një nivel të kënaqshëm dhe prandaj thash që infrastruktura, nëse ti ke infrastrukturën, po të shikosh është një fushë e rinovuar, është një fushë sintetike e rinovuar, kur nuk i zhvillon vetëm ekipi moshave të vllaznisë, po zhvillon dhe Shiroka, zhvillon dhe skuadra të tjera që janë në rajon afër Shkodrës. Mendoj që gjithmonë kemi pasur, sepse unë kam qenë dhe kam pas ndjekur gjithë ndeshjet kur isha trajner. Golat spektakolare në atë fushë i shënon me Gidoçin. Po, sa të luajnë dhe vajzat. Edhe mendoj që çdo gjë nëse punohet, nëse ke infrastrukturën, edhe ne kemi shumë kampionate moshës, të gjithë, po ti kapësh të gjithë moshat, që nga U7 deri tek U21 që janë skuadrat e dyta të ekipeve të para. Mendoj që gjithmonë mund të kemi çdo javë, sepse tani transmetohet gjithçka, edhe skuadrat e FSHF-TV, jo vetëm live FSHF-TV, por janë edhe të regjistruar të gjitha ndeshjet e kampionateve të moshave. Dhe kur ti e transmeton, kur ka një vëzhgim të jashtëzakonshëm edhe nëpërmjet kamerave, gjithçka është dhe më bukur, është dhe më spektakolare. Patjetër që po. Kemi ardhur në fund të programit sot, në fakt kemi diskutuar çështje shumë të rëndësishme, biznes superior java 23. Në javën tjetër do të dim tashmë të kundërshtarët e Shqipërisë në Nations League, do të ketë përfunduar asambleja zgjedhore e Federatës Shqiptare të Futbollit, kështu që kemi shumë çështje tjera interesante për diskutuar. Dua të falenderoj Viola Spiron për prezencën sot. Ju faleminderit. Ervin Bulku, Florian Riza si për herë. Ne do të shihemi të mërkurën tjetër, deri atëherë mirupafshim. Thank you.